Bartësi i listës së koalicionit Aleanca Kombëtare për Integrim Negosivar Valdet Xhaferi me familjen e tij votuan sot në shkollën periferike Mustafa Kemal Atatürk në Bajnicë të Poshtme. Xhaferi ditën e sotme e cilësoi të rëndësishme pasi siç u shpreh ai, sot vendoset për familjet, shtëpitë dhe të ardhmen tonë edhe në nivel qendror. Xhaferi uroi që çdo qytetar të ketë shfrytzuar të drejtën e votës dhe në fund ata të përcaktojnë fituesin. Një ditë e rëndësishme për qytetin tonë, ditë e rëndësishme për mbar vendin. Ftoj të gjithë gostivarasit, çdo qytetar të shfrytëzojë të drejtën e votës, të dalin sa më masovikisht të votojnë. Sot është ditë e rëndësishme për çdo qytetar, sot vendoset për familjet tona, sot vendoset për shtëpitë tona, por sot vendoset edhe për të ardhmen e fatit tonë edhe në nivel qendror, andaj ta shfrytëzojnë të gjithë gostivarasit, çdo qytetar të drejtën e votës familjarisht të organizuar dalin dhe të votojnë. Le shpresojmë se do të jenë zgjedhje të qeta, zgjedhje të lira, zgjedhje demokratike dhe në fund të urojmë që të fitojmë më i miri, suksese, punë të mbarë të gjithë atyre të cilët janë të angazhuar në këtë proces zgjedhor. Ju falenderit edhe një herë.